se është me rrezik. Jo, atër, kjo ka një gjë shumë të thjeshtë. Në qoftë se s'duan të vjedhin, ky rrezik nuk shkohet në aeroport me 100 milion euro, ndërtohet aeroport me 15 milion euro. Fillohet, shtohen pasagjerët, shtohet pista, shtohet mjedisi, shtohen chartrat e mëdhej, zgjatet pista me tej. Kjo praktikë është ndjek me aeroportin kryesor të vendit, Rinasin. Edhe e kanë ndjek privatët. Privatët e kanë ndjek të praktikë. E kishin Gjermanë të ndoqen. Nga Gjermanë, mos gaboj e morën kinezët, po këtë bën. Nga kinezët e morën shqiptarë, po këtë bën. Tani, ku flen lepuri? Ku flen lepuri? Ja u thëmë. S'ka gjë më të fështirë se me gjithë lepur në Osman, ku flen. Fështirë. Po di ku flen e gjithmonë. Qa ka ndodhur? Lubia, jo vetëm firmos kontratën për një siguri 120 milion, po Lubia, një vit mrapa, firmos transferimin. A, bravo. Firmos, ja ku e kemi, se vend kryeministra dhe ministra, mos harrojnë, i vend të dy titull këtu. Shoqëria koncesionare Vlora International Airport. Firmos kalimin e aksioneve nga YDA Insat Sani VE Tikaret Anonim Silketi, kompania turke, e cila është kompani me ekspertizën në ndërtimin e aeroporteve, pa praninë të cilave aeroporti nuk fillon të ndërtimin, nuk ndërtohej, dhe menaxhimin e aeroporteve. Pra, firmos kalimin e aksioneve nga kjo kompani tek Mabco Construction, që në këtë moment tenderi rëzohet. Shtyllë kryesore e tenderit nuk ishte Mabco Construction, sepse s'kishte asnjë eksperiencë në çështje aeroportesh, por kishte kompania turke që ishte ndërtuese, menaxhuese aeroportesh. Dhe një numër kompanish të tjera që u paraqitën në tender, po që nuk kishin praktikën ekspertizën e kompanisë turke, u përjashtuan nga tenderi. U përjashtuan, sepse nuk kishin ekspertizën. Tani, kompania me ekspertizë mbi të cilën u bazuar tenderi, u thot mirupafshim dhe Lubia, sigur ta kishte pronë në borën e vetë, firmos kaloja aksionet pacollit. Tani, çdo shqiptar ka të drejtë absolute të dyshojë se ato aksione janë të Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Dhe këtu mund tjetë, nuk them, se këtë se mërësh, këtu mund do në hetim të gjithanshëm, dhe këtu mund të jetë shkaku i angazhimit kaq intensiv të Edi Rams, Lubi Ballukut, Taulant Ballse me radhë, në një aferë e cila në pamje është aferë midis dy ortakëve, pa lidhje me shtetin. Pra, sepse, që ta dini ju, nuk do të marrë asnjë anë, absolutisht, por
i vetmi transferim aksioni në 4 vite i miratuar nga qeveria, transferimet aksioneve gjithmonë duhet miratohen nga qeveria, është ligja jo, ligjin tregtar, është transferimi aksioneve të kompanisë turke, që është bërë në shkelje të ligjit. U lumturua Lubia me ato aksione, apo Edi Rama, apo Tao, apo kush, këto sigurisht pa hetim nuk mund të thuash. Po fakti që implikohen kaq thellë, fakti që kanë firmosur një kontratë të tillë, i akuzon këta absolutisht si direkt përgjegjës për të gjithë këta aferë mega korruptive. Mos harroni, nuk ka një dokument ku tjetë firmosur transferimi i aksioneve nga Pacolli tek Valoni. Nuk ka. Dhe tani vërsulin të gjithë, po ç'punë keni ju në punë midis ortakëve? Unë i kam denoncuar, unë te Valoni se kam jofë, kur kam denoncuar kam pas parasysh Pacollin, kemi hapur me ju, se nuk kam sepse ai ishte emri kryesor dhe nuk mund pranoja unë sigurinë për 600.000 bileta. Ja, kur nuk ka pranoja. Se ajo ishte kjo është një gjë të mëshme të gjobisë shqiptar të pagu. 35 vjetë koncesion, parashikimi është 700 milion fitimi. 700 milion parashikimi. Por, ignoroj parashikimin. 10 vitet e para, taks paguesit i paguajnë koncesionarit 140 milion për trafikun e munguar. Besoj se çdo shqiptare ka të qartë tani se këtu Pacolli dhe Valoni janë thjesht prestanome, po emrat e vërtet të kësaj afere të tmerrshme janë Edi Rama, Lubi Balluku dhe qeveritarë të tjerë. Përgëzoj të 2 ministrat, ish ministrat, të cilët kanë refuzuar të firmosin jo për 140, po dhe për 120 milion euro gjob për taks paguesit shqiptar, gjob e vërtet.